Vetëm 2 ditë na ndajnë nga nisja e edicionit të 5 të Big Brother VIP Albania dhe pritshmëritë janë më të larta se kurrë. Publiku është jetur të zbulojë jo vetëm banorët, por edhe emrat e opinionistëve që do analizojnë, komentojnë dhe ndikojnë drejt për drejt në perceptimin e lojës. Së fundmi, në media kanë qarkulluar informacione të reja lidhur me panelin e opinionistëve. Sipas këtyre informacioneve, Arbër Hajdari pritet të mbetet i pandryshuar, duke vijuar rolin e tij dhe këtë sezon. Një emër tashmë i njohur për publikun e Big Brother, Arbri është kthyer në një figurë të fortë në këtë format, shpesh i drejt për drejt, kritik dhe pa filtra në qëndrimin e tij. Por ajo që ngjall më shumë kurreshtje është emri që pritet i bashkohet në krah. Bëhet fjalë për Emma Andrea, një emër shumë i përfolur kohët e fundit në media, si për qëndrimin e saj publik, ashtu dhe për analizat e drejt për drejta dhe shpesh polemike. Emma Andrea njihet si aktore, regjizore dhe zë kritik në çështje sociale e kulturore. Në daljet e saj publike, ajo ka treguar se nuk heziton të thotë mendimin e saj, edhe kur ai është kundra rrymës. Pikërisht kjo e bën një figurë interesante për Big Brother, një opinioniste që pritet të sjellë analizë psikologjike të lojës, vëmendje të sjelljes njerëzore dhe debate të forta në studio. Nga ana tjetër, Arbër Hajdari ka ndërtuar profilin e tij si opinionist mbi ndarjen e qartë mes së drejtës dhe së gabuarës, shpesh duke u pozicionuar fort përballë situatave të padrejta apo sjelljeve manipulative brenda shtëpisë. Kombinimi i tij me Emën pritet të krijojë përplasje mendimesh, debate interesante dhe këndvështrime të ndryshme mbi situata. Nëse këto emra konfirmohen zyrtarisht, Big Brother VIP Albania 5 mund të ketë një nga panelet më të forta të opinionistëve deri më tani, duke i shtuar formatit jo vetëm debatet, por edhe analizat e thella të lojës dhe karaktereve. A do jetë dyshja Arbër Hajdari dhe Emma Andrea që do dominojë studion këtë sezon? Kjo mbetet për tu parë shumë shpejt. Për të informuar për të rejat më të fundit, mos harroni të na ndiqni.